Si ta vodhi zemrën, Raif? Si ma vodhi zemrën? Unë Raifin e kam njoftë në punë, duke bërë muzikë dhe më pëlqeu shumë si fizarmoniqes në fillim. Dhe filluam duke punuar bashkë dhe në punë njerëzit, karakteret, dhe me thënë drejtën na puqi shumë bashkë karakteri. Po kur e pethe ti Goxha Djalë, ky herën e parë fare, Goxha Djalë, ky Alamet Çuni, Dardan 2 metër, apo nuk mendove kështu? Unë nuk i kam parë ndonjëherë muzikantët kështu, sepse kur punon në punë, ti shikon si kolegë. Sigurisht, patjetër. Por ishin ato fillimet, ngacmimet, dhe Raifi i parim ka ngacmuar. Çfarë ka thënë? Si e ke ngacmuar Meritën? Se ne mund flasim për këngë, po mendoj që kënga flet vetë, po të njëmi me historinë tuaj. Si e ngacmove Merita Alilin ti? Ku nisi shkëndia? Merita Alile ishte një emën që njerëz të kishin ëndër ta shohin live, dhe me thonë për zgja nga afër, përveç se bagazhit saj si një zonë e rëndë, kishte edhe ato bagazhin intelektual, edhe folja e Meritës, kur folke mu, unë më shkrisha, dhe me thonë se... E ka një të volur të ëmbël. Vetëm e dëgjoj, ja? Vetëm e dëgjoj. Vetëm kështu. Edhe kështu kështu. Të la pa fjalë. Jo, nuk e ngacmova kur që hisë, thjesht më tha, e din këtë këngë, të shponë shqiptar, jam veç jam të Kosovë, nuk jam italian. Tana i di. Po i di që tha, Humorin e ka. edhe unë fillova aty me fizarmonik, e ku ngacmu me fizarmonik, jo me lafë. Ke zgjedhur muzikën ti shkosh në zemër? I kom ato metodat sekretet mijat, edhe kjo filloj më shkri pastaj pas meja, edhe që kështu ndodhë.